Të verë të nxehtë, lexuesi tashmë ka në duar romanin më të ri të shkrimtarit pogradecar Ardi Muçllari. Libri që mban titullin pas Filatës apo ka dalë në treg, duke shënuar një tjetër sukses artistik në krimtarinë e autorit. Me këtë botim Muçllari sjell një vepër të re letrare që synon të zgjojë kurreshtin e lexuesit dhe të ftojë atë në një rrugëtim përmes personazhesh, ngjarjesh e reflektimesh që ndërtohen në roman. Autori, i njohur për lidhjen e tij me Pogradecin dhe pasionin për letërsinë, vazhdon të kontribuojë në pasurimin e krimtarisë bashkëkohore shqiptare. Dalja në treg e romanit pas Filatës vjen si një ftesë për gjithë dashamirët e librit, të cilët janë gjithnjë në kërkim të titujve të rinj të autorëve shqiptar. Libri është tashmë i disponueshëm për lexuesit, ndërsa pritet që në javët vijuese të promovohet edhe përmes takimeve me publikun e aktiviteteve letrare. Pas Filatës i Ardi Muçllarit, i shtohet kështu fondit letërsisë shqipe bashkëkohore, duke sjellë një zë të ri dhe një tjetër arsye për t'ju rikthyer leximit të autorëve vendas.